Sot, pra nga viti 2012, ky pasion, le të themi, më shndrua në profesion. Jetoj sot për kësaj pune, jam çdo ditë në terrene, më shumë se 5 orë, gjithandej kudo që të mundem, Kosovë, kam qenë edhe në Afrikë, Rumani, Hungari, Greqi, Shqipëri, Maqedoni, deri të mos flasim o Malzi e kështu me radhë, pra në Ballkan po se po. Pra kam realizuar dokumentare të ndryshme që flasin për jetën e jeger, në përgjithësi për kafshët, në përgjithësi për këto specie të cilat kanë shumë një rëndësi të madhe për ekosisteme. Një punë tepër të rëndësishme për neve dokumentuesve të jetës së jeger e kryen edhe kamerat kurth, sepse nuk mund të qëndrojmë me javë në një vend apo me muaj. Ka ndodhur deri në 6 muaj kemi lënë një kamerë në një njëjtin vend për të monitoruar gjendjen e kafshëve të jegra, numrin e tyre, llojin e tyre që kalojnë, nëse janë në shtim e sipër apo jo. Kryesisht e lojmë afër këtyre pusetave të ujit, sepse ato nuk e kanë çare pa ardhur për të shuar etin apo për të pi ujë. Pra këto na ndihmojnë shumë për dokumentimin e jetës së jeger. Shumë shpesh kemi argumentuar kafshë të ndryshme në to që për shembull rreshëbullin përmes kamerave kurthe kemi dokumentuar se përndryshe me pa me sy të lirë është shumë problem.